Mos me mujt me fjet njeri ton javën. Hashim Thaçit aty është 78.900.538, afërsisht 79 milion dollar. Ramush Haradinaj në bankën e Qipros ka fshehur 68.305.985 apo mbi 68 milion dollar. Kadri Veseli ka më shumë se 98.780.687 dollar apo 99 milion dollar. Edhe Fatmir Limaj ka jo pak, por 81.645.490 dollar, afërsisht 82 milion dollar po në bankën e Qipros. Qipro ka miliarda dollar nga korrupsioni shqiptar. Pasuria e Hashim Thaçit aty është 78.900.538, afërsisht 79 milion dollar. Fukarallak i madh për këta politikanë tonë. Po. Edhe na e kem zamën e but na shqiptarët, që me votojmë prap. Jo, po nuk ban. Fukarallak, t'ja përshë, s'kan pore. 90 milion, 80 milion, gjatë 7 milion, s'di qysh. Ta kanë mujtë